Lart Haxhiu kreoi një grupi kriminal me bazë në Lushnjë, por me veprimtari të shtrirë dhe jashtë kufive. Kërkon 60 dëshmitar në procesin gjyqësor në gjykatën e posaçme, ku ai po gjykohet i ndarë nga bashkëpunëtorët për 14 krime të rënda, si vrasje, atentate, shpërthime me drejtol dhe grabitje me armë. Kërkesa u paraqit këtë të mërkur në seancën e radhës nga avokatët e Haxhiut, i cili mbahet në burgun e sigurisë së lartë në Drenov dhe nuk u paraqit vetë në gjykat. Për episodin e tritolit në dyqanin e këngëtarit Noizi në Durrës, avokatët e kreut të bandës së re të Lushnjës, siç njihet, kërkuan të thirret si dëshmitar Bashkim Rajku, babai i reperit të njohur. Ashtu në gjykat u kërkua edhe Kleviol Ahmetaj, reperi tjetër i njohur si Klevio, i ekstraduar pak muaj më parë nga Dubai, një debati të cilit me Noizin ishte shkak i sulmit me eksploziv të porositur nga Haxhiu sipas dosjes hetimore. Prokurori Spak Behar Dibra kërkoi që radha e marrjes së provave nga organi akuzës të nisë me dëshminë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, rrëfimi i të cilit çmontoi bandën e Lart Haxhiut. Nuk dihet nëse Lart Haxhiu do të paraqitet në seancën e ardhshme, që u la më 29 prill në orën 8:30 për të ballafaquar në GJK me ish shokun e tij. Prokuroria e posaçme thotë se grupi i strukturuar kriminal i drejtuar prej tij kreu të paktën 14 krime nga prilli i vitit 2021 deri në maj të vitit 2023, nga tritolvëniet paralajmëruese tek ekzekutimet. Lart Haxhiu ndërkohë është dënuar me burg për jetë për masakrën e Lushnjës më 2017, ku u vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe u plagosën 2 të tjerë, ndërsa shënjestër ishte Xhulio Shkurti, nipi i shkreut të bandës Aldo Bara.